fjalim që mundet me thënë me fjallë atë që po ndjej në këto momente. Megjithatë, do të provoj. Kryetar Abdi Xhiku, i dashur Lumir. Shumë të dashur motra e vëllezër. Motra e vëllezër kemi qenë gjithmonë, mirë se ju rigjeta. Për muaj të tërë, kemi equr bashkë me qytetarët anë kënd Kosovës. Na i hapën dyert të shtëpive, na i hapën zemrat e tyre, i dëgjuam hallet e tyre, pam shgënjimin e sinqert, por mbi shgënjimin, në sytë e tyre gjetëm edhe një dritë, gjetëm thirrjen për shpresë. Kudo, në çdo fshat, në çdo qytet, në çdo rrugë, në çdo prag shtëpie, në çdo shtrëngim tuash, në çdo përqafim, kishte vetëm një mesazh, një zë: kthehu në shtëpi. Dhe sonte para jush, nga thellësia e shpirtit dhe në çdo rrahje të zemrës, dua t'u them zemërplot, po kthehem në shtëpinë time. Po kthehem këtu ku nisi ëndra jone e përbashkët, për Kosovën e lirë, të pavarur dhe demokratike, e në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është e vërtetë që kemi pasur dallime, kemi pasur edhe mospajtime, por disa lidhje nuk i hup, as nuk i kput. As koha, as distanca e as politika, sepse ka pasur gjithmonë diçka më të fortë se të gjitha ato. Një besim i përbashkët, një rrënjë e përbashkët, një ideal që ende ja kemi amanet këtij vendi. E pavarësisht dallimeve, ne kur nuk kemi qenë të huaj për njëri tjetrin. Në një familje politike, afërsia asnjëherë nuk matet nga mungesa e mosmarrëveshje. Ajo matet me aftësinë për ta gjetur përsëri rrugën tek njëri tjetri. Sepse familja nuk është vendi ku gjithmonë pajtohesh, por është vendi ku gjithmonë përket. Dhe sot ky ribashkim është dëshmi se ne dim të jemi më të mëdhenj se ndasitë tona, se dim ta kuptojmë njëri tjetrin dhe të ecim përpara së bashku. E po bashkohemi sot jo si pjesë të njëjta të trungjeve të ndryshme, por si pjesë të ndryshme të njëjtit trung. Po bashkohemi sot për të vazhduar idealin që thret përbashkim, për një Kosovë të fortë brenda, e lidhur ngushtë me Amerikën jashtë, një Kosovë ku interesi shtetëror gjithnjë e mund kalkulimin politik, një Kosovë që ndërton ura e nuk i pren në besë, as aleatët brenda e as aleatët tonë të lirisë. Kosovë ku suksesi vendit ton është vlerë e jo arsye për eliminim politik. Dhe pikërisht sot po i përgjigjemi
thirrjes për këtë amanet rrugovist, me përmirësi, me vendosmëri, e me nderin më të madh. E pranoj përgjegjësinë që ma dhat. E pranoj nominimin për të udhëhequr bashkë me të gjithë ju kapitullin e ri të Kosovës. E pranoj besimin për të qenë kandidatja juaj dhe e popullit të Kosovës për presidentin të Republikës së Kosovës. Ndërka që ju sot pranoni besën time, pranoni vullnetin tim, pranoni zotimin tim të palëkundur, se Kosovën do të rikthejmë në lartësinë e vizionit të atit tonë themeltar, atin e Republikës sonë Dr. Ibrahim Rugovës. Kësaj shtëpie të madhe politike, kësaj shtëpie të përbashkët, të shtëpisë ku ndërtua filozofia që e bëri Kosovën shtet, ku ndërtua miqësia e përhershme me Amerikën, ku ndërtua aleanca me Perëndimin, ku ndërtua dinjiteti i kësaj republike. E nuk ka thirrje më fisnike se sa të shërbesh një kauzë që është më e madhe se vetvetja. Sepse kjo republikë është më e madhe se çdo mandat, çdo individ e çdo parti dhe më e fortë se çdo moment politik. Dhe sot para Kosovës janë dy rrugë. Njëra është rruga e izolimit, e krizës së përhershme, e propagandës që na i shon edhe njerëzit në varr, e patriotizmit të rrajshëm që vërtet shumë në shtëpi, por hesht